çështjen e kontrabandës, mund të them që kontrabanda gjatë këtyre përvojës time që e kam dogan, e kom pa duke u zhvillu në shumë nivele të ndryshme dhe shumë produkte të ndryshme. Shpeshher, për shembull, mund të them që uji i plastifikuar, uji nuk është produkt i cili është i favorshëm për mu kontrabandu, për shkak se ka vlerë të vogël edhe ka peshë të madhe. Do të thotë është produkt që automatikisht eliminohet prej agjendës së kontrabandës. Derisa në një kohë të caktuar më moti kemi pas kontrabandë të naftës apo të duhanit, po me forcimin e pikave kufitare, me forcimin e sistemit të doganës, këto janë zbeh. Do të thotë tani kemi kontrabandë shpeshherë të rasteve të barnave, por në sasi shumë më të vogla. Do të thotë është rrit numri i zbulimeve, por ka rast sasia. Pse? Besoj që lind pyetja që është normale, pse është zvoglu, pse themi o zvoglu kontrabanda. Unë gjithmonë e marr një shembull, nuk mund të kemi edhe rritje të hyrave në të njëjtën kohë dhe rritje të kontrabandës. Do të thotë nëse kontrabanda rritet, atëherë të hyrat domosdoshmërisht duhen më shku te poshtë, është një lloj peshore e cila nuk shkojnë të dyjat bashkë, dhe nuk mund të rriten të dyjat në të njëjtën kohë. Por duhet t'i falenderoj edhe komunitetin e biznesit se ne mund t'ju themi që rreth 95% e gjitha deklarimeve që bëhen në Kosovë janë deklarime vullnetare prej bizneseve, që i deklarojnë vlerat, i deklarojnë sasinë e produkteve dhe dogana nuk ndërhyjnë në ato deklarime të tyre. Për këtë arsye mund të themi që ndoshta për momentin për rajon e kemi shkallën më të lartë të vetë deklarimeve, cila është shumë e saktë në këtë aspekt. Po prapë çështja e kontrabandës, nuk besoj që ka vend në botë i cili mund të thotë që është imun ndaj kontrabandës. Unë shpeshherë marr shembuj, ndoshta të zakonshëm, po nganjëherë në një udhtim të vogël që e ki dika jashtë Kosovës, mundesh me bler diçka e cila nuk i përmbush kriteret e lejimeve të udhtimit, edhe pse askush nuk nalen kufi, automatikisht e ki bën një mini kontrabandë, jo ndoshta me vetdije, ndoshta edhe pa vetdije, po mundot. Për këtë arsye edhe niveli i matjes kontrabandës nuk mund të bëhet drejt në pikën kufitare, po bëhet përmes sistemit të rritjes së hyrave apo rritjes së qarkullimit të kompanive ligjore. Dhe pyetja tjetër, çka më shumë nuk është importu ose çka më pak, çysh ka ndodhur çështja e pandemisë? Është hera parë që kemi kështu me fol për pandeminë, ani pse periudhë e shkuar, po me pasoja të mëdha, unë di që atëherë frika më e madhe e njerëzve ka qenë me mbijetu realisht, por edhe çështja e barnave tek edhe gjithçka tjetër ka qenë problem në kohën e pandemisë. Importi, lëvizja e njerëzve, eksporti, çka tjetër. Tregona në histori që të ka mbetë në kokë dhe e din që çysh keni funksionuar atëherë. Ka qenë ndoshta në ndërlidhje me pyetjen paraprake, ka qenë ndoshta periudha shumë interesante. Tash duket interesante se në atë kohë ka qenë një farlloj krize ose një farlloj sfide përballë, sidomos në institucione kemi pas obligim me dalë çdo ditë me punu, normalisht me masa parandaluese të shpërndamjes Covidit. Po fatkeqësisht i kemi humbur edhe 2 oficer doganor në atë periudhë. Po më duhet të them që ajo ka qenë vetëm një periudhë e cila edhe kontrabanda ka shënuar pikën zero. Nuk kemi pas me periudhë caktuar ku nuk kemi pas asnjë rast të kontrabandës të shënuar. Për shkak se nga niveli ndoshta i madh i frikës që ka ekzistuar, edhe kontrabandistët nuk kanë lëviz gjatë vijës kufitare. Po mund t'ju them që në atë kohë që kam kujtohet më shumë kur një pjesë e madhe e produkteve humbën vlerën edhe e fitun vlerën një pjesë e disa produkteve si barnat, ushqimet, u bën produktet kryesore cilat importohen derisa ne sot kemi importin kryesor të automjeteve apo të themi kemi importin kryesor të duhanit, naftës. Në atë kohë kjo pjesë u harru ndoshta edhe prej qytetarëve, po këtë fokusi te medikamentet edhe tek ushqimet, për shkak që u shndru një lloj panike në moment, po nuk ka qenë një periudhë shumë e gjatë, kjo më duket një 2-3 javë ka zgjatë, derisa mazej edhe është një teori që edhe në jo normalitet, qenia njerëzore tenton me e kthy në normalitet, edhe me vazhdu jetën prapë në një farë forme sa më normale.